Ashtu si që thash, sot flasim për festën e Fitër Bajramit, një nga festat më të veçanta të besimtarëve musliman, e cila simbolizon dritën shpirtërore, faljen dhe solidaritetin me njëri tjetrin. Për të folur për këtë festë, për të folur për traditat të cilat e karakterizojnë atë jo vetëm tek ne, por edhe popujt e tjerë, ne kemi kënaqësinë që sot me ne në studio kemi teologun dhe profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame, zotrin Bahri Hoxha. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit ju për festën. Me fat Bajrami, uroj t'ju jetë pranuar agjërimi, e kjo fest na sjell vetëm begati të mira. Faleminderit, unë shfrytëzoj rastin që t'u uroj juve këtë festë. Faleminderit. Ju stafit tuaj dhe gjithë teleshikuesit. Atëherë, thash që po flasim fillimisht për ritët e festës së Fitër Bajramit. Ne jemi si shoqëri e dim që kemi ndryshuar, koha ka ndryshuar, njerëz ka ndryshuar, në gjithë botën, përfshirë këtu edhe vendin tonë. Po janë disa tradita, disa rite të cilat mesin të pandryshueshme, përkundër asaj që njerëzimi dhe gjithçka që ne jetojmë mund të kalojë në periudha ndryshme dhe ndryshime të caktuara. Fakt është natyrshme që të ketë gjithherë ndryshime dhe gjithherë zhvillime të reja, megjithatë festat islame, po flas kryesisht për Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin, megjithatë i karakterizojnë disa karakteristika. Ajo që i karakterizon është se vijnë pas, në këtë rast po flas për Fitër Bajramin, vjen pas një si që përmendet më herët, pas një mundit madh të adhurimeve, një grumbullit të adhurimeve, do shta kryesori prej tyre do të ishte si më i veçantë agjërimi i këtij muajit Ramazanit, në të cilin agjëruesit gëzojnë, si të them, atë premtimin hyjnor se kush agjeron Ramazanin me besim të plotë dhe shpresë të shpërblim, do të i falen mëkatet që ka bërë përpara. Po ashtu kush fal namazin, edhe atë vullnetar gjatë Ramazanit e ka të njëjtin premtim. Kështu që në fund të këtij turnit madh të angazhimit në shumë dimensione, në shumë aspekte, shumë dimensione, vije kjo festë. Prandaj është një lloj festimi, sikur festohet diçka, një arritje e madhe. Zakonisht njerëzit festojnë për arritjet e tyre, ndërsa ashtu festa sikur paraqesin një lloj arritjeje në kuptimin hyjnor, në kuptimin shpirtëror, në kuptimin e fitimit para Zotit xhalleshanu. Prandaj edhe festa është fetare, sikur përgëzohen besimtarët paraprakisht që agjerimi i tyre nuk do të shkon hoq, angazhimi i tyre nuk do të shkon hoq, punët e mira që i kanë bërë gjatë këtij muaji nuk do të shkojnë asnjëherë hoq. Pra presin një shpërblim. Edhe presin. Kjo është një orë prej karakteristikave. Karakteristikë tjetër është se këto fillojnë në mëngjes. Çdo festë tjetër mund ndodh fillon disa festa kemi në mesditë, diku në mesnatë kemi, ndërsa festat islame fillojnë në mëngjes. Edhe ne mësojmë xhamiat që qysh në mëngjes. Dhe ndoshta pjesa më e bukur e krejt kësaj feste është pikërisht kjo mbledhja në xhami, falja e namazit të xhamit. Besoj që po. Namazit të Bajramit. Të Bajramit në xhami, po. Kjo mësimi i xhamisë padyshim është sikur besimtarët lidhen me e shprehin gëzimin e tyre të vetëdijshëm se gëzimi është çështje e shpirtit. Nuk gëzohet fiziku, por gëzohet shpirti. Shpirti kur gëzohet është ndërhyrje direkt hyjnore e Zotit. Prandaj shprehja e gëzimit është nga ky burim. Prandaj startohet me namaz. Domethënë për dallim, edhe kjo është karakteristikë tjetër, startohen festat me namaz, mblidhen gjithë në xhami, ndoshta edhe dje ishin ata në xhami. Biles kam dëgjuar dikun që thotë mos ja bëni njëri tjetrit për hajër Bajramin, ose mos ja urani festën pa u përfundu namazin në xhami. Tek ne kemi këtë traditë, kjo është pjesë e kulturës tonë. Në vende tjera ndodh që të urohen edhe 2-3 ditë përpara, fillojnë urimet, ndërsa tek ne është karakteristikë kjo, mund të them pak më shumë shqiptare, që para se të kryhet namazi nuk urohet. Ndoshta për të filluar e kanë ruajt këtë aspektin e fillimit ose startit të festimit me falënderim ndaj Zotit, që Zoti na e dha të gjitha të mirat, prandaj prej aty fillohet me këto janë disa prej karakteristikave të këtyre festave. Karakteristikë tjetër që ndoshta do ta diskutojmë më vonë është edhe interesimi për secilin person që të ketë kapacitet dhe mundësi të festojë. Patjetër do të flasim për atë, por e di që një pjesë e madhe e popullit tonë, sapo të përfundojnë namazin në xhami, nisën për te varezat, sikur për të vazhduar ose për t'ju thënë të vdekurve që ne ju kujtojmë edhe në festa si kjo që është shumë e rëndësishme.
Si është kjo traditë, si qëndron nëse flasim në aspektin fetar, si është e rregulluar kjo? Se e kemi shumë prezente ne. Po, është prezente kjo, duket jetë më herët ka qenë sigurisht më shprehur dhe qëllimi i kësaj është pikërisht ajo që e potencuat jo, që në një kohë kur jeta është parapos si një diçka më gjithanshme se sa vetëm kjo jetë. Ne kemi jetuar në barkun e nënës, pastaj jetojmë këtu, do të jetojmë në Varreza, jetojmë në xhenet inshallah. Prandaj është një jetë më e gjatë e përbërë prej fazave të caktuara. Prandaj vetëm se familjarët të caktuar, gjyshi, gjyshja, baba e tjetër mos jenë fizikisht me ne, ata megjithatë janë pjesë e jonë, por që besa në simbas edhe kuptimeve islame mund të jenë gjallë në kuptimin siç është puna e dëshmorët e kështu me radhë. Prandaj njerëz i kanë konsideruar këta njerëz gjallë dhe festimin gjatë rrugës kthimit prej xhamisë nuk i kanë lënë anash edhe sikur u kanë festuar edhe atyre dhe kanë bërë lutje edhe për ta, pastaj janë kthyer tek familjet. Megjithatë, në rast se kjo dukuri shndërrohet në diçka që njerëzit shkojnë edhe e shndërrojnë ditën e Bajramit në mërzi, pastaj në lotë, në vaj, atëherë nuk preferohet të humbet gëzimi i festës përmes këtyre veprimeve. Ajo që unë për vete e çmoj dhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë tek festa e Bajramit, si Fitër Bajrami, si Kurban Bajrami, madje edhe festat të tjera të besimeve tjera që kemi në vend, është që kur jemi në këto festa, sikur harojmë natët, hujet që kemi me njëri tjetrin, lëm gjithçka anash dhe në këtë ditë ne i zgjasim dhe përqafojmë njëri tjetrin, i zgjasim dorën dhe përqafojmë njëri tjetrin. Është një tjetër karakteristikë besoj shumë e veçantë e shqiptarëve. Kjo ka një filozofi të veten, për faktin se si Kurban Bajrami që vjen pas haxhit, edhe njerëz në ditën e Arafatit shpresojnë që t'u falen mëkatet. Po ashtu edhe në Ramazan, siç i potencova tekstet fetare se shpresojmë në faljen e mëkateve. Atëherë Zoti sikur na mëson që nëse dëshironi që ju t'u falen mëkatet, edhe ju duhet reflektoni ndaj njëri tjetrit. Prandaj këtu është filozofia e kësaj. Përderisa ju keni drejt ngritni duart të bëni lutje tek Zoti që t'u falen mëkatet tuaja, sigurisht edhe ju ndaj njëri tjetrit keni ato kabahatet tuaja, ato lëshimet tuaja, të cilat sigurisht se duhet të reflektoni ndër vete edhe të kërkoni halallin njëri tjetrit, po që besa edhe ta falni njëri tjetrin, sepse ne jemi njerëz dhe jetojmë bashkësi, jeta në shoqëri është e pamundur të bëhet jetë perfekte gjithherë. Ne kemi lëshime si në familje, kemi lëshime nganjëherë me vetveten tonë, kemi lëshime ka gjëra që në vetvetes nuk ja falim nganjëherë. Prandaj kemi nevojë që të reflektojmë ndaj njëri tjetrit, edhe njerëzit zakonisht janë më të gatshëm që sidomos pas një pastrimi të shpirtit gjatë një muaji të caktuar, sepse muaji i agjerimit është një lloj kursi intenziv, ta quajmë ashtu, i cili i dedikohet vetvetes në pastrimin edhe largohet pak a shumë materialja, lënda, ushqimi që t'i lëshohet rend shpirtit. Prandaj shpirti pastaj më lehtë reflekton në fest kur vjen pyetje që t'i falet dikujt një lëshim ose kështu me radhë. Prandaj njëri tjetrin sikur i harrojnë gjitha edhe festojnë së bashku njëri me tjetrin. Edhe është ne e shohim si kënaqësi qysh në xhami ata bashk falen, bashk namaz falen, në momentin kur përfundon lutja dhe namazi në xhami, kthehen nga njëri tjetri dhe përshëndesin, thuti këta njerëz nuk kanë pas kur asgjë, ose janë tash sa arritën prej një udhëtimi të largët, ndërsa ata ishin prej një familje. Kjo bën shumë të dukshme atë reflektimin shpirtëror që e arrin muaji Ramazanit këtë rast edhe reflektohet në festë. Hoxha Bahri, ne dimë që besimi fetar është universal dhe secili popull i ka traditat e veta, përkundër që festa kuptohet, vije pas krejt asaj që ju e tham, pas një sakrifice që mbi të gjitha i dedikohet anës shpirtërore. Por do doja të ndalem pak më shumë tek këto ritet e shqiptarëve. Ne folëm për disa prej tyre. Cilat janë disa rite të tjera të cilat ne nuk i gjejmë te popujt e tjerë, po që janë tamam shqiptare, që respektojnë fen, por që lënë anash aspektin fetar dhe kanë këtë elementin kombëtar. Mendoj se aspekti fetar dhe kombëtar gjithherë gërshetohen së bashku dhe nuk bin ndesh asnjëherë. Mirë, po
edhe Islami lejon që secili popull pastaj të krijojnë një lloj kulture. Pra është e lejueshme kjo. Është e lejueshme, patjetër, përderisa nuk përfshin gjëra të ndaluara ose aspekte ku rrezikohet jeta e qytetarëve. Për shembull, kemi festa tjera të cilat po edhe te ne festohen ndoshta me fishek zjarre ndryshme. Tek ne nuk e kemi traditë në festat fetare për shkak se ka mundësi të ketë rrezik aty, edhe ne do të festojmë me aspektin shpirtëror. Dhe shpirti është ai që reflekton, jo krisma. Krisma asnjëherë nuk do të jetë manifestim i gëzimit. Po më kujton një bisedë që kisha për Krishtlindje me një klerik vetar katolik që thotë mos bëni shumë fishek zjarre, gjithçka është shpirtërore. Sigurisht, shpirtëroria është ajo që ndjen, e shijon festën, e shijon praninë e tjetrit, e shijon realizime secilit adhurim, jo aspekte tjera. Prandaj tek ne, siç e përmend më herët, kur mësojmë xhamiat veç fillon një lloj gëzimi, mësojmë të mëdhejt edhe të voglit. Fatkeqësisht tek ne ende nuk është bë traditë, është e porositur fetarisht që edhe meshkujt edhe femrat prezantojnë në faljen e Bajramit. Të jenë në xhami. Patjetër. Se për shembull në fshatin tim asnjëherë s'kam pa dikën që shkon prej grave në xhami, ose këto ditë që ishim me Orhanin në xhaminë e Çarshis, pash vetëm një grua që po falej në xhami. Ndoshta edhe kjo ka arsyet e veta. Më herët ne populli jon ka kaluar nëpër kriza të ndryshme. Unë e di edhe është edhe nëpër shumë këngë folklorike përmendën që janë sulmu prej armiqve bashkë ditëve të Bajramit, kur meshkujt kryesisht kanë qenë në xhami, saqë në shumë raste është parapame që dy ndoshta prej meshkujve më të zot më nej të shtëpia, atë ditë se ndoshta përballen ose ka nevoja edhe të nivelit fizik. Por e aspekte ndryshme, megjithatë fetarisht nuk dim ndonjë urdhër më të prerë se sa urdhri i pejgamberit alayhis salam që ditën e Bajrameve të dalin të gjithë ta festojnë Bajramin edhe të dalin të gjithë në xhami. Në rast se xhamit nuk mjaftojnë, atëherë të falen në një fushë edhe të renditen meshkujt, pastaj femrat, edhe të falen gjithë së bashku, edhe të fillojnë festën qysh prej aty. Saqë ka pas në atë kohë edhe të varfër, saqë s'kan pas edhe rrobat mjaftueshme. Thot profeti nuk tërhiqet nga kjo, thot huazonin nga njëra tjetra, bëni çfarë doni, kryesisht gjithë kryesorja është që duhet dalim gjithë aty dhe të festojmë. Ne mësojmë meshkujt kryesisht, dvegjit e të mëdhejt, xhamiat, ndoshta për shkak të motit duhet patjetër që të fillon namazin xhamia, sepse Bajrami ju e dini, edhe dimri tash e kemi ende një kohë të ftohtë. Pastaj kthehemi, si traditë shqiptare është që gratë e zakonisht presin, mundi i tyre gjatë gjithë muajit është shumë i falendëruar, edhe shumë jetik në kuptimin e realizimit çdo gjëje. Por ajo përmbyllet me atë pjesën kur para Bajramit veç fillojnë me përgatitjen e ëmbëlsirave të shijshme, të cilat janë pjesë ndoshta më... Ju që punoni e s'keni mri, i keni ende të fillimi. Megjithatë është traditë që shumica të bëjnë. Unë konsideroj që secili prej nënave gjen pak kohë për të gatuar diçka për familjen, për fëmijët. Pastaj, pasi që me familjet kryhet festa mes vetë dhe festimi, dalin tek kushërin, tek rrethi, edhe pastaj edhe tek vizitat më të larta të hallat, dajallarët e kështu me radhë. Kjo feste ka pastaj edhe këtë karakteristikë që nuk lejon që festimi të bëhet në mënyrë individuale. Mu më dhimbsen se ndoshta pak s'kemi shumë, por kemi aty këtu familje të cilat ndoshta nuk kanë parasysh shumë këtë element, edhe me të kthyem prej namazit. Realisht nëse flasim, bëjmë krahasime të kaluara, ka ndryshuar shumë kjo. Ka ndryshuar. Është elementare që dilet s'pakun këtë fest, edhe shfrytëzohet ky moment që të lidhen edhe raportet familjare, edhe të kemi kontakt njëri me tjetrin, sepse gëzimi, sipas mësimeve tona fetare, po besoj edhe të tjera, shtohet edhe më shumë me praninë e sa më shumë njerëzve në ato manifestime. Sikur që hidhrimi paksohet kur kemi pranë vetes njerëz. Ajo që e bën të veçantë gjithë muajin e Ramazanit dhe më pas edhe festën e Fitr Bajramit janë rritet si sadakaja edhe vitrat, cilat unë po besoj që e bëjnë këtë lidhjen, këtë forcimin e komunitetit, shoqërisë mes vete. Kur ka mund, do të kesh edhe ti. Po besoj që është njëra prej elementeve më të rëndësishme të kësaj feste, të këtij muaji të shenjtë.
nëse do të dëshironim ta thjeshtëzonim fenë islame në dy fjali, do të thënim Islami përqendrohet në dy segmente. Segmenti i ndërtimit të raporteve në mes krijesës dhe krijuesit, ta falenderoj Zotin që e ka falë dhe ka dhënë gjithçka, dhe segmenti i dytë të ketë kujdes se si sillet me njerëzit që i ka pranë, sepse aplikimi i gjithë fesë nuk do të jetë në qiell, do të jetë pranë njerëzve. Edhe agjerimi e ka këtë rol, për arsye se nuk pranohet kushti, ky segmenti i dytë gati qëndron si kusht për plotësimin edhe të segmentit parë. Nuk jemi të mirë me Zotin, po që se nuk jemi të mirë ndaj njëri tjetrit. Nga këtu kemi të parapara disa rregulla ftesës nëpër iftare, është në këtë kuadër që njerëzit shfrytëzojnë këtë mundësi edhe të jenë pranë njëri tjetrit. Disa shokët profetet atë janë kohën, thotë ne vetë sa kemi dalë prej Mekës, na kanë përzon tash jemi në Medinë dhe s'kemi me çka të ushqejmë, thotë mjafton një gotë ujë, një hurmë ose një gotë qumsht. Mirë po nuk tërhiqet nga ndërlidhja, nga lidhja, e mendoj që në këtë kohë besoj është sfide gjithë shoqërisë tonë në këtë kohë kur këto rrjetet sociale na afrojnë me të largëtit, por na ndanë me të afërmit. Që të shfrytëzojmë rastin, të lëmë anash gjithçka edhe të jemi të lidhur. Edhe sadakatul fitri është në këtë kuadër, që të kemi kujdes ndaj njerëzve të cilët kësaj radhe, në këtë kohë nuk i kanë mundësi, sepse ju e dini që pasuria vjen edhe shkon. Ka raste që njerëzit disa vite i gjejnë pak më dobët, pjesa tjetër duhet interesohet patjetër, përndryshe nuk pranohet agjerimi i plot sikur të mos jemi pranë njëri tjetrit që secili ta ketë sofrën. Pra i bie që nëse nuk japim vitra dhe sadaka gjatë muajit Ramazanit, ne mund të agjerojmë por se kemi të plotësuar këtë misionin. Se kemi të plotësuar nuk na pranohet si të se kemi të plotësuar ose është frikë se s'pranohet. Për shkak të mos kujdesim ndaj njëri tjetrit me sadakatul fitr. Ndaj kujt duhet kujdesemi? Ndaj të gjithëve, por me ata që kanë do të kujdesemi me vizita, me afërsi në kuptimin shoqëror, ndërsa këta që s'kan përveç vizitave duhet kujdesim në aspektin e krijimit kushteve që ata të kenë mundësitë sikur pjesa tjetër dhe askush mos ndihet. A ka kushte të caktuara hoxhalvari për ata të cilëve ne duhet t'ju japim vitra? Po, janë disa kategori të përmendura edhe në librat fetar në mënyrë të detajzuara, por kryesisht startojmë prej të varfërve. Ose në këtë rast i interesohemi për shoqatën e cila kujdeset për të varfër, sepse ne do të interesohemi për institucionet të cilat kujdesen. Unë sot nisem prej vetes, nuk mund të gjej të varfër dhe nuk kam ndoshta as kohën, as mund të caktoj mundin asaj pune mirë, po janë njerëz në institucion të caktuar që e kryjnë këtë detyrë, kanë listat e tyre dhe kanë angazhimin shumë të vyer që merren me këtë drejtim. Por që nuk është e rregulluar, se për shembull unë dëgjova këtë ditë që vitrat është mirë ti dërgojmë në xhami dhe jo t'ju japim njerëzve që ne mendojmë që ka nevojë për to. Pra nuk është patjetër e caktuar që e dona vitra ti dërgoj në xhami, por njofti dikënd, po pati dikënd që e din që i ndihmon me ato të holla ose si është e përcaktuar, t'ja dhurojmë. Në tekstet fetare jepet fillimisht dy aspekte. Aspekti i parë është aspekti i përgjithshëm që duhet të jepen. Mirë, po kemi edhe tekste fetare të cilat ngarkojnë një autoritet të caktuar, që ai autoritet merret me kujdes ndaj të varfërve. Që të mos mbetet çështja e të varfërve, dëshirës secilit individ dhe në mëshirën e secilit individ. Por të mbetet në mënyrë e rregulluar, në mënyrë institucionale, sepse të varfërit meritojnë më shumë se sa të shpërndahet kështu. Prandaj ka mundësi, kjo është pika e parë. Prandaj autoriteti në këtë rast i Bashkisë Islame që është përgjegjësi për këtë punë, edhe përgjegjës për mbarvajtjen e jetës fetare, që pjesë e jetës fetare është edhe sadakatul fitri, i cili duhet të arrijë deri tek i varfërve, duhet që të orientohemi direkt tek institucioni, pastaj ata vazhdojnë me punën e tyre sepse janë njerëz të cilët paguhen për këtë qëllim. Paguhen për këtë qëllim dhe për ne është një lirim shumë më i madh sepse pastaj vjen shprehje aspekti i dytë. Ndoshta unë nuk kam mundësi që të verifikoj gjendjen e secilit varfër. Kem raste që disa djemë që më tregojnë, i kemi quajtur her pas here disa ndihma tek disa familje, kemi gjetë grumbull të themit vajit, për shembull, sikur themi 7-8
pako dvajet. Pra dikush përfiton të tjerët vuajnë po mënyrë jo të rregullt dhe ndoshta do të prishet ushqim, produkte aty te ai person dhe ne mendojmë se kemi bën mirë, për shkak se të mirën e kemi bën në mënyrë themi kështu paushalle, jo të rregulluar. Do të ishte shumë në rregull që të mbrohet në këtë rast të drejtohemi institucionit, institucioni pastaj merret, i ka organet e veta kontrolluese, e ka punën që e bën, i ka ekipet e caktuara dhe kështu secila shoqëri bashkëkohore vepron. Edhe ne duhet veprojmë kësaj. Pastaj kemi raste kur vidhen ato hiç më larg se mbrapa ose parapram, merr një person, tha i kemi dhënë vitra dikun, po ju kanë vjedh dy personi. Kemi shku në forma ndryshme, pastaj arsyetimet dalin të shumta, duhet një herë për gjithmonë të drejtohemi institucionit, Bashkisë Islame dhe institucioni pastaj cakton se kush janë familjet dhe po gjithsesi kur ne njohim dikën që e dim se do t'i ndihmojmë, prap konsideroj që është e rrugës. Nuk themi se është ndaluar, po asesi, qëllimi është që i varfërit të përfitoj. Mirë, po tash jemi ka flasim formën e cila është më e mira që i varfrit përfitojnë mënyrën e duhur dhe jo në aspektin institucional. Po. Tani, ajo që më bëri përshtypje, se unë nuk e dija që është e vërteta, dje e kuptova kur po mendonim këtë pjesën e vitra, nga 2.50 cent sa ka qenë vitin e kaluar, këtë vit ishte bërë 5 euro. Kështu më thanë. Tani, si rregullohet 5-10-15 më ndjem thanë. Si rregullohet kjo Xhabari? Sepse po i bjen që ky inflacioni po ndërhyn edhe në këtë pikë. Po patjetër se përderisa kemi të bëjmë që të sigurojmë të varfërit ushqimin. Kemi të bëjmë me ushqimin. Dhe ushqimi i nështrohet një standardit caktuar. Dhe prej ati ne mund të mbajmë çmimet e viteve të kaluara, por i varfri nuk përfiton tani. Prandaj duhet patjetër që t'i përgjigjemi nevojës së të varfrit. Bile sa herë në jurisprudencën islame, sa herë që bie ndesh themi në një farforme interesat e të pasurit me nevojat e të varfurit, fetarisht përkrahet i varfurit. Dhe duhet kalojmë tek interesi i të varfërit. Në këtë rast nuk kemi drejt ne që i kemi mundësitë që të paguajmë vitrat, të themi jo para sa viteve kaq ka qenë, ky le të shkon le të hanë ushqimin e para sa viteve. Ja, duhet patjetër përderisa kemi të varfërit tash dhe nevojat e tyre i nënshtrohen standardit të kësaj kohe, padyshim duhet që tu përgjigjem standardeve të cilat të varfërit kanë nevojë për to dhe jo ne të thirremi në vitet e kaluara, dekadat e kaluara. Sepse sot me atë shumë s'mund të hash asnjë shujë. Nuk ka asnjë shujë. Prandaj është qëllimi që të rregullohet sofra edhe të varfërit, edhe këtu nuk duhet ne të paraqitemi koprac në këtë raport. Përkundrazi, prandaj tek nesin mbas standardit 5-10-15 njerëzit zgjedhin cilin standard dëshirojnë ju përshtatet atyre. Dhe më rëndësi që i varfërit ta ketë edhe ai e sofrën sikur i pasurit. Urojmë që të gjithë ta kenë ashtu. O Xhabari, jemi në fund të kësaj bisede sepse e di që ka edhe shumë e shumë gjëra për të folur, por ja, kështu e kanë këto emisionet tona. Do të jetë fund flasim për këtë që po ndodh në botë, kaq shumë përplasje, përçarje, luftra, dhimbje. Cili është urimi juaj për muslimanët në Kosovë, qofshin Suni, Hanefi, tarikate, bektashi, edhe besimeve të tjera që ne kemi në vend. Cili kish me qenë mesazhi dhe si thoja porosia juaj në këtë kohë kur kemi kaq shumë përçarje në botë? Asnjëherë mos të harrojmë qëllimin e festave, të cilat vijnë pas adhurimeve të caktuara. Ne kthehemi dhe kthejmë durë dhe lutemi tek Zoti Xhaleshanu për mirëqenien tonë. Muhamedi a.s. thotë, nuk ka besuar siç duhet askush përderisa mos t'i dojë edhe vllaut atë që e dëshiron për vete. Nëse unë dëshiroj që fëmijët e mi të kenë një mirëqenie, pse nuk dëshiroj që fëmijët e gjithë botës ta kenë atë mirëqenie? Nëse unë dëshiroj që të jemi të sigurt në vendin tonë, duhet patjetër nëse mendoj të jem besimtar, që ta kem të njëjtën dëshirë për çdo person, për çdo njeri që jeton jetë. Prandaj le të krijojmë një ambient emancipues në vendin tonë, pastaj të japim shembull me tolerancën tonë, me sjelljen tonë, me reflektimin tonë, nëse dëshirojmë të jemi besimtarë, qoftë në festa, qoftë jashtë festave. Për arsye se
Në këto kohë është ndoshta edhe më herët kishte, por edhe në këto kohë kemi sfida të ndryshme në cenimin e drejtave më elementare të fëmijëve të botës. Kemi për shembull atje dikun në Gaza, dikun me 10 mijëra fëmijë që janë të vrarë, po ashtu në vende tjera. Jona është që të lutemi për gjithë që inshallah gjithë ta kenë qetësinë e tyre, mirëqenien e tyre, por edhe në mesin e gjithë popujve. Hoxha Bahri, falenderoj shumë për kohën që ndave sot në këtë ditë feste. Uroj dhe shpresoj që kjo bisede jona ti ketë bërë të tjerë të mendojnë dhe reflektojnë për veprimet që bëjmë secili prej nesh, në mënyrë që kemi së pari këtë qetësinë shpirtërore, më pas edhe të tjerët të jenë mirë në raport me ne. Faleminderit dhe ju. Por mbi gjitha në raport me Zotin. Faleminderit shumë. Të dashur miq, faleminderit për kohën që po kaloni sot me ne. Faleminderit edhe IPCO-s, të cilin e kemi sponsor të takimit tonë të pasdites. Mos e humbisni ofertën që keni nga IPCO me pakon Infinite për vetëm 10 euro merrni 20 GB internet në Kosovë dhe 3 muaj falas IPCO TV në telefon. Një ofertë e jashtëzakonshme të cilën nuk duhet ta humbni asesi.